Në përgatitje për seancën konstituive të Kuvendit Kosovës, e cila është planifikuar për me 15 prill, lëvizja Vetëvendosje si partia fituese e zgjedhjeve të 14 shkurtit ka hasur në vështirësi për të siguruar 61 votat e nevojshme për të propozuar kryetarin e kuvendit. Pas humbjes së numrit mjaftueshëm të votave, lëvizja Vetëvendosje është duke kërkuar një partner të koalicionit që do t'i mundsonte krijimin e mazhorancës së nevojshme për të formuar një qeveri të re. Glauk Konjufca, një prej drejtuesve të lëvizjes së Vetëvendosje, ka shpjeguar se formimi i një koalicioni është esencial për të arritur shumicën e kërkuar për të miratuar qeverinë dhe zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Ai ka shtuar se nuk është e mundur të krijohet një qeveri pa një koalicion që siguron votat e nevojshme. Lidhur me këtë, Konjufca ka theksuar se pozita për fshirat të kryetarit të kuvendit duhet të jetë në përputhje në këtë parim të koalicionit. Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës ka shprehur se nuk do të hyjë në koalicion me lëvizjen Vetëvendosje, duke theksuar se ky qendrim është i fortë dhe pa kushtëzime. Antarja e LDK-s, Doar Sakica Xhelili, ka deklaruar se ky është një parim i partisë së saj që është faqur publikisht dhe nuk ka mundësi ndryshimi. Për një qendrim të hapur, Partia Demokratike e Kosovës ka lënë të kuptohet se në rast të dështimit të lëvizjes Vetëvendosje për të formuar një qeveri janë të gatshëm të negociojnë për një koalicion me partitë e tjera. Uran Ismaili, kryetari i PDK-s, ka theksuar se nëse ka paftësi të lëvizjes së Vetëvendosje për të formuar qeverinë, ai beson se figura si Zoti Hamza mund të krijojë një koalicion që realizon premtimet e dhëna. Rezultati i zgjedhjeve të 14 shkurtit ka sjellë një shpërndarje në Kuvendin e Kosovës ku lëvizja Vetëvendosje ka fituar 48 deputet, PDK-ja 24, LDK-ja 20 dhe AAK-Nisma 8. Ky balancim i votave tregon se formimi i institucioneve nuk mund të realizohet nga një parti e vetme dhe nevojitet një koalicion për të arritur shumicën e kërkuar.